Të nderuar shikues, përshëndetje edhe një herë, po takohemi në këtë edicion të orës 8 të lajmeve, po e nisim edhe një herë këtë edicion për shkak të pak problemeve teknike të cilat na ndodhen pak qaste më parë, e cilat normalisht kur je në transmitimet e drejtë për drejta, besoj ndonjëherë edhe mund të ndodhi, janë normale. Po e nisim këtë edicion me lajmin e parë, që është përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, ka deklaruar se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ndërkaq ministri në detyrë i punëve të jashtme, Glauko Njufca, ka thënë se Kosova kërkon trajtim të barabartë dhe të drejtë nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, ky proces duhet të nënkuptojë marrjen e statusit të vendit kandidat dhe hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për dialogun me Serbinë, Konjufca theksoi se Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Kosova ka marrë pjesë për herë të parë si vend partner në konferencën ndërkombëtare Mendjet e industrisë të së ardhmes, e cila u mbajt në Köln të Gjermanisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në një intervistë për RTK-n ka thënë se pjesëmarrja e Kosovës në këtë forum është mundësi për forcimin e bashkëpunimit ekonomik me Gjermaninë. Ai ka theksuar se synimi është zgjerimi i eksporteve dhe tërheqja e investimeve të huaja në Kosovë, duke përmendur sektoret me potencial zhvillimi. Kurti ka deklaruar se gjatë takimeve me zyrtarë gjerman është diskutuar edhe roli i Mërgatës në forcimin e lidhjeve ekonomike e kulturore. Asnjë prej 27 subjekteve politike që kanë aplikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të datës 7 qershor ende nuk i ka dorëzuar listat e kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë për RTK-n se ende nuk ka asnjë listë të dorëzuar. Sipas tij, numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e datës 7 qershor është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur. Pas përmbylljes së procesit të certifikimit, KQZ pritet ta organizojë tërheqjen e shortit për renditjen e tyre në fletvotimin e zgjedhjeve të parakohshme. Helen Frasër ka dëshmuar dje në domat e specializuara në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Hajedin Kuqit, të cilët akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Frasër dëshmoi rreth transkriptimit të audiove nga vizita e Kuqit në qendrën e paraburgimit. Ajo deklaroi se ka përdorur transkriptuesin e inteligjencës artificiale, teksa tha se nuk e kupton gjuhën shqipe. Frasër potensoi se mbështetshmëria në transkriptet e zyres së prokurorit të specializuar nga audiot e vizitave në qendrën e paraburgimit është e ulët. Andaj, sipas saj, transkriptet nuk përbëjnë gjithmonë prova të mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e akuzës. Sot shënohet dita ndërkombëtare e infermierëve, ku vlerësohet kontributi që infermierët japin në kujdesin shëndetësor dhe në mirëqenjen e shoqërisë. Kjo ditë shënohet që nga viti 1965 nga Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve, ndërkaq që nga viti 1974, 12 maj, është caktuar zyrtarisht si dita globale e infermierëve. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë ka mbi 28 milion infermierë, të cilët përbëjnë rreth 59% të fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë. Infermierët janë shpesh kontakti i parë dhe më i afërt i pacientëve me sistemin shëndetësor, duke ofruar kujdes, mbështetje emocionale dhe trajtim profesional në çdo fazë të jetës, nga lindja deri në kujdesin paliativ. Të nderuar shikues, me këtë informacion ne përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të takuar në edicionin e orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.